pare sa mbyllim me kullën, se nuk duhet ta lodh shumë sot, për të marrë veç çfarë po ndodh në Gaza. Kemi një video kulla, që është e sotmja fare, se si tanket izraelite, super tanket, pa parë. Fjala e fundit po të riqen nga Gaza, kemi edhe një hartë për ta parë, më shumë për publikun se ti e di. Pyetja është e thjeshtë, Trump është duke bërë vërtet paqe në atë zonë? Po. Apo ky është vetëm janë pushim dhe po na hedhin hysyve gjasme, mbaroj lufta, po mund të fillojë më vonë. Si e mendon ti? Është paqe. Është e sigurt? Është një pushim afatgjat dhe paqe. Afatgjat çdo me thënë, 1 muaj, 2 muaj. Jo, afatgjat, nuk do ketë më luftë. Zërbe. Khalil Al-Jaja, shefi politik aktual i Hamasit. Si quhet? Khalil Al-Jahja. Khalil Al-Jahja. Po. Khalil Al-Jahja. Jeton në? Tani në Katar. Në Katar. Dje deklaroi që kjo është armëpushimi përfundimtar. Mes Hamasit edhe... Ledjo imazhet, lutem që se ke. Të hënën Trumpi vjen në Izrael. Bën vizitë zyrtare në Tel Aviv dhe pastaj shkon në Sharm el Sheikh në Egjipt. Në Sharm el Sheikh në Egjipt do të nënshkruajë marrëveshjen e paqes. Atje do të nënshkruhet, do të jetë ceremonia nënshkrimit të marrëveshjes paqes, ku do jenë liderët arab, do jenë krerët e Hamasit, do të jenë dhe përfaqësuesit e Izraelit, nuk di do jetë Netanyahu apo do jetë ministri i jashtëm, po kjo është paqe përfundimtare, nga ku do të kthehen marrëveshjet abrahamike, që do të thotë vendet arabe do njohin shtetin e Izraelit, në të njëjtën kohë shteti i Izraelit do të impenjohet në njohjen e shtetit të Palestinës. Po Gazën? Rripi Gazës do kaloj në një administrim ndërkombëtar. Do vi Tony Blairi, është e fiksuar kjo? Po jo, nuk vjen Tony Blairi, s'pranojnë Tony Blairi. Pse do jenë arabët? Pse doli emri do vi Tony Blairi? Doli emri, po nuk do jetë Tony Blairi, do jenë arabët, do e marrin dorë arabët. Nuk do ketë ndonjë anglez do vi atje ta? Jo, do jenë arabët, do ketë prezencë, do ketë një prezencë amerikane, nuk e di se sa, ndoshta pak edhe BE-ja, por do jenë arabët. Marrëveshja e... Arabët kush arab, cilët? Unë ta kam thënë gjithmonë që kur ka fillu lufta, kjo gjë nuk do bëjë do të kur pa Katarin, pa Emiratet, pa Arabi Saudite, pa Egjiptin. Pra, vendet arabe janë ato që e marrin në territorin e rripit Gaza. Dhe Hamasi pranoi? Hamasi pranoi, Hamasi do të ketë dhe zgjedhje shumë shpejt. Dhe Hamas do konkurroj prapë? Po sigurisht, sepse Hamasi ka fituar zgjedhjet e fundit. Po një nga pikat e marrëveshjes, e planit Trump, ishte që Hamasi nuk do jetë më, nuk do ketë më asnjë lloj roli. Hamasi kthehet në lëvizje politike, në parti politike. Ndryshon emrin. Ashtu siç ka qenë, ndryshon emrin. Ka qenë parti politike Hamasi. Parti politike, po ka qenë dhe parti politike dhe parti ushtarake dhe parti fetare. Pikërisht pa. Tani Hamasi kthehet në forcën Hamasit, nuk di e vure djeti, një nga krerët e Hamasit kishte bërë sot, një nga krerët e Hamasit kishte falenderuar publikisht presidentin Trump, dhe ndërkohë presidenti Trump bëri para 2 ditësh ndau në rrjetin e tij në Twitter një deklaratën e Hamasit që Hamasi dakordoi për paqe me Izraelin. Pra Hamasi do të kthehet në forcë politike në gjithë territorin e Palestinës dhe të kam thënë para 2 vjetësh kur filloi lufta, të kam thënë kjo punë do përfundojë që Hamasi do të kthehet e vetmja forcë politike që kontrollon gjithë palestinezët në gjithë bregun. Dhe po shkojmë, do ketë një reformim të Hamasit, siç ndodhi me UÇK në Kosovë. Pra, forcë politike, polici, me mbikëqyrje ndërkombëtare, por ata që do marrin kontrollin e rripit Gazës janë vendet arabe bashkë me një prezencë amerikane. Ti thua, kjo është umbyll? Umbyll. Atëherë kulla, unë kam një pyetje më dha. Francezët do thoshin tout ça pour ça. Domethënë, gjithë kjo gjullurdi për këtë u bë? Po pse s'është pak kjo gjë? Çfarë fituan izraelitët në të mes? Kush? Për çfarë për Izraeli gjithë të luftë, për çfarë vranë gjithë kalamajat? Nuk e filloi Izraeli luftën. Nuk ka rëndësi më kundër përgjigj. Po prapë. Pse se mbaroi më atë në fund? Si e la në mes? Po nuk e mbaroi dot, të kam thënë fillim çfarë. Por Trumpi tha, aty do bëjmë do bëjmë kështu më ta Rivierën, tha, do bëjmë Rivierë. Por Arian, e mban Trumpi çfarë tha? E mban çfarë kam thënë kur ka filluar lufta. Por ti në rregull pra. Nuk e mundin dot Hamasin, kam thënë. Dhe Trumpi tani ka bërë një nder të madh të dyja palëve sepse do të vazhdonte gjakderdhja dhe nuk do mbaronte lufta. Që të mbaroj atë... Ka qenë dhe në interesin e Netanyahu që të mbyllë kjo luftë? Në interes të madh Netanyahu. Sepse Netanyahu rrezikon, jo vetëm rënien nga pushteti aty brenda, por rrezikon dhe burgun. Sepse ka çështje penale të hapur. Ka kohë që ka çështje penale. Po ndërkohë si e ka emrin ky ministri i mbrojtjes nuk ai financave, ku diun? Smotrich. Nuk e di si quhet, ky është kundër. Po s'ka lidhje ata bëjnë qeverisje me bazë gjerë. Këta Smotrich dhe Ben-Gviri që është ministri i brendshëm. Është ministri i brendshëm, këta janë
një pjesë ekstreme, po duan mund dalin nga qeveria dhe hynë ato tjerët. Shiko, hynë Lapidi, hynë opozita, nuk ka problem aty. Çështja është që tashmë kjo nuk ka kthim brapa dhe për Izraelin është fitore e madhe nëse gjithë vendet arabe në blok, pra Liga Arabe do ta njohë Izraelin si shtet. Kush fitoi dhe kush humbi nga kjo luftë 2 vjeçare me gjithë Kush humbi? Humbën fukaret. Humbën fukaret, humbën ata që u vranë, edhe nga ana izraelite me 7 tetor dhe më brapa, humbën mira fëmijë, gra civil në Gaza edhe shumë nga ata luftarët që u vranë. Izraeli, po sigurisht, Izraeli, po të vranë. Palestina e mori çështjen e Palestinës nga kishte dalë çështja 7 në botë, e bëri çështje kryesore dhe do të ketë mundësinë e zgjidhjes me 2 shtete një herë për gjithmonë. Sigurisht kjo me sakrificë shumë të madhe. Hamasi do marri pushtetin në gjithë territorin. Pra, ku ishim atje? Do të thënë, çfarë fituam? Ku arritëm atje ku ishim? Nuk më dëgjove, nuk arritëm. Kur para se të fillonte 7 tetori, flisje për Hamasin dhe për Gazën dhe për Palestinën nuk do merre kush, nuk ishte në asnjë prioritet. Pas 2 vjetësh ka ndryshuar gjithë gjeopolitika dhe gjithë harta politike e lindjes mesme. Po s'ka ndryshuar Hamasi kulla, Hamasi ishte po atje, organizat terroriste vlla. Jo, Hamasi, atëherë shiko, çështjen e ke ti me çfarë nuk kupton me këtë gjë. Jo, Hamasi është vetëm organizat politike dhe ushtarake që kontrollon gjithë Palestinën. A është e shpallur organizat terroriste nga shumë vende të botës? Nga kush? Nga shumë vende të botës. Nga kush, more? Nga Amerika, nga Europa. Po qa, pa është Amerika që po ulet me Hamasin do në shkurt. Prandaj po them pra. Po. Është tërheqje kjo e perëndimorëve vlla. Po qa po të them unë ty? Pra jemi dakord këtë pikë. Hamasi del fitus. Izraeli del fitus. Jo, nuk del. Del dhe Izraeli fitus. Se ma mbush mundi del. Sepse Izraeli përzu Iranin nga rajone. Për momentin. Jo, përzu njerë për gjithmonë. Iku Irani nga Libani, sepse përfundoi lufta me Hezbollah apo jo? Jo, s'shduk, po u tërhoq Irani. Huthot vazhdojnë. Iku nga Siria. Vazhdojnë gjuajnë akoma në Izrael. Po janë larg. Çan, Hamasi është organizat sunite, ta kam thënë që në fillim fare, dhe me këtë rast u dëshmua që Hamasi është në kontrollin e arabëve, Irani është larg, amerikanët ndërhyjnë dhe e përzun Iranin nga linja e mesme. Në fund pa po të tani përzon Asadin amerikan. Jo, Asadin e përzun tjetër kush? Po mos e kishin përzon Asadin, Irani që kufi me Izraelit. Asadin e përzun rusët. Dakord. Asadin e përzun rusët. Po t'ishte Asadi, Irani ishte kufi me Izraelit. Po kjo është pra çështja që ikja Asadit. E mbyllën Sirin apo e mbyllën Sirin? Ikja Asadit nuk ishte rastësisht në këtë periudhë. Prandaj po them që këtu pak a shumë kanë dalë gjithë fituar. Turqia është kthyer në një... Ose të gjithë fituan nga pak, do thoshti. Po sigurisht, po ata që kanë humbur janë të qartë. Kanë humbur shiitët, kanë humbur Irani, sigurisht kanë humbur civilët, hallexhinjt, të gjithë do të riqen nga pak. Shiko, nuk ka një marrëveshje paqe ku mund të fitojnë gjithë. Të gjithë do lëshojnë nga pak që të gjithë fitojnë nga pak. Çudi e madhe, pra. Ç'të të thosh Elim? Për mua dhe Izraeli nuk ka fitu, ka humbur shumë. Ka humbur, pra. Ka humbur imazhin e viktimës që njihej deri dje në gjithë botën. Nuk e ka më atë reputacion që ka dhe është kthyer në një farë mënyre për të pamundurit, për ata që njejnë dhe që e dinë se çfarë është vëratje, i njej urrejtje në gjithë botën. Për mua. Jo, patjetër. Në opinion ashtu është, në opinion ka ndryshuar shumë balanca. Pyetja që fitoi Izraeli? Lindja Izraeli fitoi faktin që gjitha vendet arabe do të njohin Izraelin si shtet dhe nuk diskutohet më. Është një çështje që është aty prej 80 vitesh. Nuk e njihin deri tani. Po shumica në tyre nuk e. Para Arabia Saudite se njifte, Katari tash kishte filluar, Emiratet kanë lidhur marrëdhënie diplomatike, po ashtu domethënë njohin Egjiptit dhe Jordanisë. Do ta njoh Siria kur të bëjnë marrëdhënie. Siria nuk e njihte. Sigurisht që se ka njohur, ka qenë vend armik i konsideruar. Ndryshon gjithë harta e lindjes mesme. Vetëm nga njohja ato ti? Njohja është, kjo është çështja, marrëveshjet abrahamike kanë filluar me Trumpin e parë, e di, dhe kthehen me Trumpin e dytë, dhe është largimi i Iranit nga rajoni që është një fitore shumë e madhe për Izraelin, për perëndimin, por edhe për arabët. Sepse iranianët nuk janë arabë. Ti e di që marrëdhëniet mes iranianëve dhe arabët s'kan qenë të mira asnjëherë. Dhe aq më tepër në këto luftrat sektare, iranianët kanë pas një rol të jashtëzakonshëm. Para se të mbyllojmë emisionin kulla, të lutem më thuaj. Tani këto më po flasim ne, pengjet nuk janë dorëzuar akoma. Pengjet do dorëzohen ditën e hënë. Do të thonë që vjen. Po pra,
Pas 72 orësh, pas 2 Në ditë. datë 13 i bje. Po, ditën që do të firmoset marrëveshja, është dita që do të dorëzohen dhe pengjet. Të gjitha pengjet. Po. Ndërkohë plani ishte me 3 fazat që shkon nga harta atje. Trupat izraelite janë tërhequr, kanë bërë hapjen e Po parë. të riqen, po akoma, se ka dhe një pjesë akoma që... Do dorëzohen pengjet, do të riqet dhe pjesa tjetër, pa ajo që është më rëndësishme është lirimi i të burgosurve palestines. Sa janë? Janë 2000 burgosur, dhe llogaritet që do dali dhe një numër i madh i atyre që kanë qenë me burg të përjetshëm. Kur thua palestinisë, ke thënë banorët e Gazës. Jo, edhe të bregut perëndimor. Dhe ta të botë vjetë, po. Ku aty llogaritet që të lirohet edhe Marwan Barghouti. Që është ky? Marwan Barghouti është Nelson Mandela i palestinerëve, politikan që ka 30 vjet që është në burg, që është i krau tjetër, pra i shoku i Arafatit, dhe është, si më thënë, personazhi që është mbajtur në burg më afatgjat nga izraelitët që nga periudha Arafatit e këtej. Jo Oçalani ai po themi. Ai është më shumë se Oçalani dhe është njeriu që mendohet që mund të jetë presidenti i ardhshëm i Palestinës në zgjedhjet e ardhshme të para të mundshme etj, sepse ki parasysh që presidenti Abu Mazen është një burr i vjetër, 89 vjeç, dhe në Palestinë ka mbi 20 vjet, ka 20 vjet që s'ka më zgjedhje. E me gjitha të kulla, para se të falenderoj që me erdhe edhe pse i lodhur, ke bërë rrugën Siri, Damas, Stamboll. Sa orë është? 2 orë. 2 orë, dhe pasaj erdhe këtu. Po. Do të kujtoj që djemë duket kjo, thuaje, Suedia që ka çmimin Nobel, dhoma e... Ajo ishte një turp i madh sepse ai çmimi takon te Trumpit. Po pikërisht pa këtë do të thoshja, pra, në një mënyrë Trumpi do jetë mërzitur shumë i shkreti, se të është fiks momenti i po në shkruan këtë paqe. Po jo, i takon sepse realisht mbyllje... Që mori një Maria Bonita, e mori kryetarja opozitës në Venezuelë. Në Venezuelë, po. Do me thënë, kjo të regon se sa jo serios është bërë institucion atje, do me thënë. Në ka njeri që i takonte, sepse ka dhe një banalitet tjetër që ka ndodhur. S'ka mbyllë që Trumpi realisht, mo. Fjarët i ka, por nuk ka mbyllur gjë. Me Putinin dështoj, mo. Konflikti i Gazës, tashe në Azerbajxhan dhe në Armeni e ka mbyllur, e kemi diskutuar bashkë. Në Gaza e mbyllit tani, mjaftojnë vetëm këto, plus qa ka ca tjera që jo në Afrikë, një 2 konflikte tjera, po mjaftojnë vetëm këto 2 që ta meritoj. Ki parasysh që Barack Obama mori çmimin Nobel pa hyrë në zyrë, pa bërë paqe, dhe kur Barack Obama hyri në zyrë, ndodhen gjithë pranverët arabe dhe u bë një katrahurë e madhe në botë. Pse ja dhanë atij, se ishte me ngjyrë? Jo, ja dhanë sepse ishte me ngjyrë, ja dhanë sepse ishte i majt, ja dhanë sepse ishte politically correct, kurse Trumpi nga që i bi gjërave drejt kështu dhe vjen edhe atëherë nuk duan me pa. Trumpi është i lymi. Nuk e ma gojnë fare, nuk e ma... Po ka të drejtë. Po lymë. Çmimi Nobel është basi puna e topit artë. Pa Trumpin... E mere e që s'bën gola, ajo që bën gola. Pa Trumpin, linja e mesme do kështë pas një qasje komplet tjetër, edhe lufta nuk do mbaronte. Nese, për gjitha të themon kullat, ti sigurisht që di shumë se unë dhe sa lymi dhe shumë të tjerë, po unë them, si shkam dyshim që... Unë mbyllë. është më shumë marë pushim. Unë mbyllë qanë. Je i bindur? Jam i bindur. Se mos pas sa vizitës tënde në Siri, je i bindur më shumë? Po sigurisht. Më shumë se kur je të mbyllë? Sigurisht. Pas deri në shkurt, deri në shkurt para Ramazanit, jam mbyllë edhe ato pa konflikte që kanë ngelur në zonë të ngrira. Edhe marrëveshja mes Sirisë edhe marrëveshja mes Sirisë dhe Izraelit, në atë rajon janë mbyllur gjitha, domethënë. Edhe Hezbollahu në Liban madje do bëhet pjesë e zgjidhjes politike, do bëhet konstruktiv, është kapitulli mbyllur. Ja, pas 2 javësh Al-Shara, presidenti i Sirisë, do shkojnë vizit në Moskë, do sqaroj dhe ato gjërat që kanë ngelur pezull mes Rusisë dhe regjimit të ri, pra qeverisë së re në Siri. Ajo pjesë e lindjes mesme u mbyll. Ka një marrëveshje më lartë me sa duket, ndoshta edhe mes Rusëve dhe Amerikanëve kur janë takuar, pra Trumpi me Putinin. Nga aty Irani do të largohet dhe është larguar dhe Kina do rri larg, domethënë kjo është. Dhe sa lufta në Ukrainë do vazhdoj. Do ta shohim. Për momentin po flasim për lindjen e mesme, luftën në Ukrainë e diskutojmë një ditë tjetër. Kullat falenderoj jashmase. Faleminderit ty. Kishim me kullën zonja të trinj, një rrëfim ekskluziv 3 ditë në Siri, në Damask, erdhi direkt në këtë studio dhe na tregoi situatën atje.
Falenderoj jashtëmase mikun ton dhe ti emisioni tashmë, sepse nuk është parë që vjen dhe me siguri unë do ta ftoj shpesh ai sa të ketë mundësi dhe dëshirë është i mirëpritur këtu me Sy Murizi, një zë i pavarur, zonja do të thënë nga të rallat, nga të paktët që flet me zemër në fakt dhe edhe jo me kuptimin e zotë, jo me tru, se thua jo me tru duket keq. Jo me hile, që flet me zemër. Ne bashkë takohemi të martën i bie, deri atëherë ju e dini ç'duhet të bëni zonja zotrinj. Të gjithë të zhgënjyerit që thoni nuk shtyhet më këtu, mos u mundoni të mos bëni sakrifica për të ikur në vende shumë larg nga Shqipëria, Parajsën e keni shumë afër. Them Parajsë gjithmonë në raport me, sepse Parajsë nuk ekziston, por në raport me, është një shtet normal, një shtet ku dhe qeni pret njësosi njerëzit kalojnë vijat e bardha. Ledio po ta ketë videon mund të japi prapë, se do shta ju e keni haruar. Quhet thjesht Kosovë me kryeqytet Prishtinën. Miru pafshin toksor. Pret për të plasqenin, një sekundë.